Dhe njëherë për herë të fundit, nëse Zoti Berisha nesër ju merr në telefon dhe ju thot, ju dua apo dua ndihmën tuaj edhe të jeni pjesë e stafit tim, ekipit tim të kandidatëve për zgjedhjet e 2025-s. Për me qenë deputete, do jap përgjigje, do mendoj dhe do i kthej përgjigje, po për mua s'është anë. Përgjigjen do i kthesh po. Do mendoj. Nuk po them as po as jo, sepse ke 10 vjet duke menduar ti? Po jo, si kanë Po çfarë për deputete? Si kanë ndryshuar situata? Ato palli ishit në 3 lista. Këtë herë jeni nuk po mendoni dot, nuk jepni dot një përgjigje për një listë të Partisë Demokratike. Po mirë, nuk edhe herë këto gjëra dojnë kohën e vet. Kur të vinë koha, do të kthej përgjigje dhe do të them. Kjo është kështu, është mjeshtria e politikanit me shumë eksperiencë. Jo, edhe herë do them një gjë. Zjarr ke qenë përpara, jepë përgjigje kështu tani. Ja, edhe herë. Nuk është ëndra jeme për qenë deputete. Po kjo s'do të thotë që të refuzoj. Po nuk është ëndër për ne. Edhe në fund, le themi bashkëpunimin e Partisë Demokratike me Lëvizjen Socialiste për integrim, e cila erëzoi nga pushteti, si e shikon? Lëvizja Socialiste për integrim, Partia e Lirisë, për hir të vërtetës, e mbajti pushtetin dhe erëzoi nga pushteti. Absolutisht, në kushtet në cilat jemi, unë besoj se Partia Demokratike ka nevojë që të bashkëpunoj me çdo element për të ndryshuar situatën. Për mirë, se ndryshimi mund vinë, por ndryshimin për mirë, jo ndryshim, se mund të ketë gjithfarë ndryshimesh. Kështu që në këtë aspekt ajo nuk ka luksin për të përjashtuar asnjëri. Me qitë do të bashkëpunoj. Por ne duhet të edhe këto që ju thatë figura të pakorruptuara. Sigurisht. Dhe por duhet të flasim edhe këto, që realiteti 21 janari erdhi pikërisht po ashtu nga Partia e Lirisë apo Lëvizja Socialiste për integrim asaj kohe dhe në mënyrë të drejtë për drejtë nga presidenti i Partisë Lirisë që është sot, ish presidenti Ilir Meta. Kanë kaluar shumë vite, jemi një situatë tjetër dhe gjërat kanë ndryshuar në çdo drejtim. Duhet i përshtatemi sfidës së kohës. Nuk ka asnjë forcë opozitare luksin për të përjashtuar asnjë qytetar, asnjë. Por të përfaqësohet nga persona të cilat kanë integritet. Është një gjë bashkëpunimi dhe është një gjë tjetër sa i takon forcës tonë politike. Se çfarë zgjedhin tjerët e dinë tjerët. Por për të rikthyer prap kemi dhe rastin e prap të zotit Lulzim Basha, që për hir të vërtetës duam ne në listat e tij që e kanë votuar në Partinë Demokratike ka 25.000 vota. 25.000 antar. Të paktën në Partinë Demokratike zyrtare që ai kishte, e kanë votuar herën e fundit. Aha, ti ju flisni për rezultatet që zgjer Luli. Ne po flasim për ato rezultate që ai edhe herë, nëse i marrim të mirë qenë apo flasim me dokumenta. Unë e kam myll. Nga momenti që ai nuk është më, unë nuk merrem. A e ka luksin Partia Demokratike ta humb 25.000 mbështetësit apo 10.000 mbështetësit? As nuk i ka pas ndonjëherë, as nuk i ka. Por ne jemi një moment shumë delikat, jashtëzakonisht delikat. Do të shohim problemet tona themelore. Problemet tona themelore janë korrupsioni, shpopullimi dhe korrupsioni. Dhe duhet mendojmë që të ndalim shpopullimin dhe të luftojmë korrupsionin. Kjo kërkon kurajë, integritet dhe betejë kundër korrupsionit. Pikë. Nëse nuk mendohet në këtë mënyrë, nuk e di se si do të avancojë. Po është mundësia për ta ndryshuar. Është mundësia. Zonjë, ne kemi ardhur në fund të emisionit. Unë të falenderoj shumë. Pjesa e parë ishte më e bukur se kjo pjesa e fundit. Nuk e di pse ulët pak tempin, po uroj që ta ruani tempin e pjesës parë për aksione politike në Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike nuk është vetëm aset i juaj, zonjë, po është aset i shqiptarëve dhe kanë fjalën te pjesa opozitare që ka nevojë vendi. Dhe Shqipëria politike është në një moment shumë delikat që edhe pse njerëzit i kanë politike, është bë biznes. Pra ne do të transformojmë. Sepse nuk ka opozitë, zonjë. Dhe mungesa opozitës. Sepse pushteti obligon kryetarin opozitës u fut në bërë. Po mos shitem. S'më ble dot po. E kishin. Po e kishit ju? Po. Po ju, kur them ju tani ju e dini mendimin tim, po ju do të thonë Partia Demokratike se
Okej, zonjë, gjithsesi ishte e kënaqësi që unë emisionin Dekaloge e nisa me ju. Faleminderit ju. Faleminderit Suksese. dhe juve suksese në karrierën tuaj politike. Faleminderit koleg. Faleminderit Landi. Ky ishte emisioni im për sot, shihemi të njëjtën në orën 18:00 nga unë, Roland Qafoku, natë mirë.